Lajm shumë i keq për të gjithë juve që jetoni në Bashkimin Evropian, pro në Evropë. Pra, çka paralajmëron Bashkimi Evropian, pra që t'ja bëni tyfin apo kontrollimin teknik veturave, pra çdo një vjet. Kush përfshihet me këtë farë ligji që planifikohet të vi, unë ju tregoj tani. Pra, vllazën e motra, të gjithë ju që keni, pra në të ardhmen një veturë më të vjetër se 10 vite, do të jeni të obliguar që t'ja paguni, që ta bëni po domethënë kontrollimin teknik çdo vjet, që e quajnë në Gjermani pra TÜV. Për të gjithë ata që se bëjnë, pra edhe ndalohen do të xhobiten. Siç e dini, aktualisht është pra 2 vite për secilin. Pra nuk është e thonë sa vjet i ka vetura, pra çdo 2 vjet bëhet kontrollimi teknik apo TÜV që quhet, edhe je në rregull. Por në të ardhmen po pritet të bëhet, çka është më rëndësi ta dini, që aktualisht nuk është ende ky ligj në fuqi, nuk ka diçka të re aktualisht, por thjesht planifikohet që të bëhet një ligj i tillë pra nga Bashkimi Evropian direkt, jo veç e veç nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, por nga Bashkimi Evropian. Unë ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaleni sa më mirë.